një fitore e pastër dhe një vorë e cila ndoshe nga kategoria e parë sot të mori vlerësime në Euroborisë. Vërtet, Vora kishte një ekip simpatik, një ekip që lëtë shpejt, sidomos tradicionin pozitive ka shumë të mirë. Na vuni disa vështirësi, i komplementoj për lojën që i banin, gjithsesi për ne ishte një të rëndësishme pikë që i morme. Normalisht ka gjona mu rregullu sot dush, po fitoria 3 pikë janë ata që vlen. Një detyrë shtëpie sot, profesor? Normalisht një ndeshje që unë e prit, që me thonë drejten, edhe mua të vështirë se sa nolli, isha i qetë gjatë gjithë kohës, shënum golin e parë, shënum dytin, e që më shqetëson me theksuala pak më përpara, është egoizmi që disa lojtarë kanë për raportet, nuk pasojnë topin shokun, duhet jena më kavaljerë, duhet mbyllim ndeshjen më shpejt, sepse jo çdo ndeshje të qëllon që të kesh shumë raste dhe të shënosh edhe për vetë. Këtë duhet ta rregullojmë me patjetër, duhet kuptojmë që jemi për një objektiv dhe golat nuk ka rëndësi kush i shënon një apo tjetër, rëndësi ka fitoria. Pavarësisht se sot u vetkënaqem, por thash, e rëndësishme është fitoria. Kishte momente kur Vora ju vendosin vështirësi, profesor? Po normalisht kur jetu fitu 2-0, ekipi kundërshtar nuk ka qahum, del me tanafortet përpara, del edhe prej detyrave. Ajo që më vjen keq është se pat me disa herë mundësi me shënu golin e tretë me kundërpjetër, thash egoizmi i tepërt është ajo që më shqetëson, që do ta rregullojmë patjetër, sepse nuk kena asnjë lloj drejti ta bëjmë një gjë të tillë, kështu që do të rregullojmë edhe ata gjëra që duhet. Disa mungesa, profesor, sot 5 mungesa. Në ndërtimin e formacionit. Jo, 5 mungesa janë shumë, me thënë drejtën, 5 mungesa janë tepër, megjithatë jemi ndërtuar që me pas edhe situata të tilla. Më vjen keq këta mungesa që kishim sot, sepse asnjëri nuk ka një tërheqje të tillë, janë dëmtime, dikush ndeshje, dikush stërvitje, kjo vjen nga që konkurrenca është e madhe, nga kërkesa stërvitje është e madhe. 5 mungesa janë shumë, megjithatë edhe të djem që luajtën sot justifikojnë maksimalisht vetin dhe duam i kompletu mas tonë në çamë. Po Murata, është një lajm i mirë ti për sulmin e Vush? Shqyr që është bloku, sepse po bëhet pak individualist më tepër sa duhet. Shpresoj që ky gol ta lirojnë, po ta lirojnë duke bë më tepër asi se gola, sepse më thash e rëndësishme për mua nuk ka rëndësi kush shënon, por rëndësi ka që me fitu ekipi. Profesor, ndëshkimet e skorës me karton duke patur parasysh edhe sfidën me Tautën po edhe sot, janë shqetësuese për ju? Janë shqetësuese, normalisht ekipi jonë është një ekip me grind, ekipi jonë është një ekip me karakter të fortë, luftojnë çdo cep fushë dhe kartonat janë pjesë e lojës. Normalisht që duhet kemi më tepër kujdes, por janë pjesë e lojës. Usi, Ara, Tafili, Kubazi, sa bindën për ju në ata minuta? Janë lojtarë shumë mirë, janë lojtarë shumë talentum që penalizohen për mejet pak sepse si Kubazi si Ara janë vinkera dhe duke luajtur me 3-5-2 ato janë pak sa të penalizuar nga ana jeme. Po gjithsesi janë lojtarë shumë të mirë, janë lojtarë që kanë një të ardhmë të sigurt, duhet punojnë, duhet ulin kryt, dhe duhet mos të mendojnë sot për sot. Domethënë, edhe te rasti me Arën, ai moment që mund të pasohet edhe Kubazi, mund të shëndohet e goli i tretë. Këta janë moshë, po duhet pjekën më shpejt, duhet punojnë më tepër dhe duhet jemi më të qetë. Javën e ardhshme Elbasani në Euroborisë një super sfidë, shumë shpejt ballafaqohen dy skuadra që kryejnë kampionatin. Në fort shumë. Elbasani është ekip i rëndë, kam thënë më përpara, ka i grup mirë, se ka prish ekipin e vjeçëm, ka marrë disa lojtarë cilësor. Duhet jemi më të kujdesshëm se sot, sepse Elbasani ka thash rrezikshmërinë më të madhe, po gjithsesi deri në shtunë presim që disa lojtarë të bëhen na kthehen. Është një ndeshje shumë e fortë, po gjithsesi kur losim Shkodër, kur kena edhe njerëz tonë në stadium, publikun tonë, them që do t'ja dalim, megjithatë deri në shtunë të shohim rekuperimin e lojtarëve, gjendjen freskinë, por ndeshje shumë e vështirë, ndeshje që duhet shumë kujdes me përgatitur. Një mundësi art për Kreun, profesor, në Elbasan. Po është shpejt Kreu është e rëndësishme mu kap, nuk diskutohet, po gjithsesi ne nuk duhet mendojmë sot për Kreun, duhet marrim pikë, duhet marrim ndeshjet 1-1 dhe mandej Kreun kena kohë për me e diskutuar. Profesor, apo ja vjen një sfidë rivalëve, si u duken ato deri në 5 javë të kampionatit? Për zotin, unë kur shaf punët e mia, edhe s'dimi i dalë me një opinion sakt, jam për rival, kështu që më ta kanë me po ekipin tem, rival do i shaf gjatë rrugës. Po rezultatet në fund të sfidës si merrni me shembull? Po si gjithë.
Profesor, pas kamerave është për momentin gazetari veteran, kolegu ynë Namik Mehmeti, i cili e ndoqën ndeshjen prej safërme dhe u shpreh entuziast dhe personalisht një tifoz i juaj personal dhe theksoi konkretisht se Vllaznia mori rrugën drejt titullit. Unë jam rrit me Mehmetin, jam rrit me ty, jam rrit me të njerin me Sternici, me Dan Bigzen, jam rrit me ju dhe ju du, ju respektoj dhe ju them faleminderit për çdo gjë që bëni për ne, për ekipin. Ju uroj jetë gjatë edhe në mikut që kam kënaqësinë dhe po e takoj tash më kësaj intervistë, kam një vit po, se zakonisht një herë në vit kur kthehet nga Italia e shoh, edhe duhet ta falenderoj. Sukses. Faleminderit ju. Amigo Morbid